shihet erdhëm, edhe këtu po shihet edhe gjirafa që është në kopshtin zoologjik. Këtu janë të dhona që nëse doni me lexu veç bëni skip. Edhe çish po shihet këtu janë fukat, po në këtë pjesë ko mujt mi kop, ama është një pjesën vazhdim. Ja pra ku e përmenda dhe më herët, ja ku është fuka. Tani do i sheni dhe pjesën e majmunave, ku nuk është fokusuar mirë, po këtu ka qenë kafosi i majmunave. Ja pra, këtu ka qenë vendi ku kanë qenë breshkat. Dhe qish po shihen, dy kanë qenë në gjumë kurse njëra në lëvizje. Dhe këtu është pjesa e hipopotamit dhe kjo është pjesa e leonit dhe e luanishës. Ja pra, te pjesa e leonit kanë qenë dy luan dhe andina kanë dhejt leonin e luanishën, kurse këne ka pos një kafas tjetër. Ja pra këtu ka qenë dhe pjesa e gomorëve dhe këtu do i sheni ca pëni të bukur shumë gjërësh. Dhe këtu ka qenë një lepër i bukur dhe i parë. Ja prap leoni dhe luanisha. Ja pra, ku shihet dhe vendi i shqipunjave, ku ishin dy shqipunja dhe vendi i tyre. Ja pra ku po shihet dhe pjesa e arenjeve, ku ka qenë një pjesë shumë interesante, sepse tani në pjesën e vazhdim do shihni që njëri ari kruhej në mund. Ja pra, njëri ari po sillej rreth shtëpisë tyre, kurse njëri po kërkonte për ushqim. Ja, dhe kjo ishte shpella e këtyre arendve ku jetonin. Ja pra tani ky ariu përshkon të kruhej në mur. Siç po shihet dhe në video, ariu po kruhet në mur. Ndoshta është shumë interesante dhe si ariu qëndron në këmbë. Sikur te filmi Masha dhe Ariu. Ja pra tani, ky ishte vendi i pinguinëve dhe pishina e tyre. Ja pra ku shihet në video dhe pishina e pinguinëve. Dhe ishte një pinguin i fshehur brenda asaj zgovrës. Kurse këta ishin majmunat
e egër. Ja pra si që po shihet dhe në video, këtu është zhapiku i madh, shumë ngjyrash dhe tani peshqelin ja majmon të vogël dhe më herët pat klipe të gjarprave. Pra unë alëm dhe në Macedoni, në sheshin e Macedonisë ku realizuam shumë foto. Për kaq ishte edhe videoja për sot, mos harroni të bëni like, subscribe, comment dhe mos harroni të shtypni zilën se gjithmonë ju ta shihni videon të parët. Bye. Nëse keni ndonjë ide për video, shkruani në comment.